Leonora Jakupi është një nga këngëtarët më të dashura të trojeve shqiptare. Ajo që e bën të veçantë është fakti se ajo në skenë ditës sjellej si artiste, ndërsa shprehje në përditshmëri është si të gjitha bashkëmoshataret e saj, lan, gatuan, merret me punët e shtëpisë dhe i kushton kohë bashkëtuesit. Edhe pse asnjëherë nuk ka pranuar ta bëjë publike lidhjen, këngëtarja shprehet se prej 10 vitesh bashkëton me një biznesmen, i cili di jo vetëm ta bëjë të lumtur, por edhe respekton ato pa mas. Ndërsa ka një peng në jetë, dhe është fakti që babai i saj u nda nga jeta në moshë të re, ndërkohë që ajo sot ka shumë nevojë për këshillat e tij, për t'i treguar pasiguritë që ka në jetë dhe për dëgjuar një fjalë të mirë nga ai. Megjithatë, së fundmi ka qenë te i mase i komentuar lajmi që Leonora ka humbur babain, por ajo ka 2 nëna. Edhe pse biologjikisht kjo është e pamundur, vetë Leonora ka pranuar se ajo ka 2 nëna, njëra prej të cilave jeton në Gjakov. Bëhet fjalë për nën Ferdonie Qekresi, e cila në luftë ka humbur bashkëshortin dhe 4 djemtë e saj dhe sot jeton e vetme. Në një takim mjaft miqësor dhe prekës që pati Leonora me nën Ferdonien e pyeti: "A mund të më lejosh që unë të bëhem vajza jote? Unë nuk mund të jap këshilla ty, sepse ti ke qenë një nënë e fortë dhe vazhdon të jesh e tillë. E vetmja gjë që unë mund të bëj është të marr këshilla prej teje. A mundem unë me qenë çika jote?" Nën Ferdonia e ka përqafuar Leonorën dhe nuk e ka refuzuar dëshirën që ta ketë pranë në jetën e saj. Këngëtarja është shprehur se do të jetë si një vajzë për nën Ferdonien, e cila humbi gjithë familjen, por ka fituar dashurinë e gjithë Kosovës në shenjë respekti dhe qëndrese.